محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të madhnuar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet më të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu vesselam është rob dhe i dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, pas një muaji agjerim, pas një muaji përpjekje të vazhdueshme që t'i përgjigjemi Zotit tonë, pas një muaji të kërkimfaljes, të bujarisë, bashkëpunimit, solidaritetit, përpjekjeve për punë të mira, përpjekjeve për t'ju shmangur punëve të këqija, pas një muaji erdhi dita e fitores, erdhi dita e shpërblimit, erdhi dita që është e veçantë për neve, një ditë ku gëzohemi dhe këtë gëzim e ndajmë së bashku, duke filluar këtë gëzim me adhurim ndaj Zotit në xhami e pastaj duke shpërndar edhe jashtë xhamisë në familjet, rrugët dhe shtëpitë tona kudo që të jemi. Të nderuar, Ramazani nuk është muaj i zakonshëm dhe si i tillë nuk duhet të harrohet lehtë. Është normale që në dinamikën e jetës, në angazhimet e vazhdueshme, fillojnë që të zben kujtimet për Ramazanin. Fillojnë që ndoshta të zben mësimet e Ramazanit. Por duhet që të këmbgulim në vazhdimsi që këto mësime, këto udhëzime dhe mbi gjitha këtë fitor dhe këtë triumf ta ruajmë dhe ta mbrojmë me çdo çmim, nga se na duhet edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër. A thua vallë, çka fituam ne në Ramazan? Fituam shumë të nderuar vëllezër. Nuk fituam vetëm shpërblimin, edhe pse ky është i mjaftueshëm, po fituam shumë më tepër se kaq. Betejë jonë nuk ishte vetëm për shpërblim. Betejë jonë ishte në shumë fusha të jetës dhe vazhdon të jetë kështu. Prandaj fitoria në Ramazan është domethënëse edhe për betejët e matutjeshme të jetës tonë deri në fundin e saj. Ne në Ramazan triumfuam mbi epshin, mbi egon, mbi materialin. Dëshmuam për mesagjerimit ton se ne e kontrollojmë veten ton. E nuk na kontrollon materiala, nuk na kontrollon epshi. Ne treguam gatishmëri që të pavarësohemi edhe nga ushqimi dhe pija për ta shpërfaqur njerëzorën ton, për ta shpërfaqur natyrshmërinë e pastër që Allah na krijoi te, për t'ia shpërfaqur Allahu te barekuhu teala për kushtimin, besimin ton dhe gatishmërinë për t'u përgjigjur Allahut xhallal xhelaluhu. Andaj kjo është një fitore e madhe. Ti përgjigj Allahut është fitore e madhe. Të ngadhniesh mbi egon është fitore e madhe. Momenti kur ti ke dhënë dikujt, i ke ndihmuar dikujt, ka triumfuar bujaria, kjo është fitore e madhe. Veçanërisht në kohën tonë kur shpesh herë në betejat me egoizmin, në betejat me kooperacinë, në betejat me punë të këqija, shpesh njerëziu gjynjëzohet dhe shpesh njeriu bëhet i humbur. Prandaj sot në këtë kohë, kur fatkeqësisht shembujt e solidaritetit, shembujt e respektit nuk janë shembujt që dominojnë, por janë të rrallë, të triumfosh në këtë mes, në këtë kohë, është fitore me të vërtet e veçantë dhe specifike që meriton t'i gëzohesh dhe t'a ruash edhe në vazhdimsi. Në Ramazan të ndërruar fituam edhe mbi veset e këqija, u përpjekëm në vazhdimsi që t'a ruajmë gjuhën tonë, t'a ruajmë syrin tonë, t'a ruajmë dorën tonë, t'a ruajmë tërë qenjën tonë, nga gjithçka që është ndaluar, nga gjithçka që nuk duhet ta bëjmë. Dhe kjo përpjekje e vazhdueshme që t'ja dalim, sot quhet fitore, sot quhet triumf, ngadhnim. Prandaj këtë fitore ta ruajmë. Është e rëndësishme që të vazhdojmë ta ruajmë fitoren dhe mbi këtë fitore të ndërtojmë edhe më tutje. Kemi triumfuar në Ramazan edhe mbi ndarjen, mbi përçarjen,
nga se Ramazani na bashkoi në sofrat e iftarit, na bashkoi në sofrat e syfyrit, na bashkoi në teravih, na bashkoi në namaz nate, na bashkoi në namazet e tjera, kur më tepër s'kemi qenë më bashkë dhe më mirë s'kemi qenë se në Ramazan. Prandaj, dukurit e caktuara që nuk janë të mira, nuk janë ato të shoqërisë tonë që na përkasin, por që realisht kanë filluar të shfaqen në shkputin e lidhjeve farefisnore, në një lloj shkputje edhe të raporteve brenda familjes, të mungesë të respektit e kështu me radhë, që realisht janë betejë të humbura e që duhet t'i kthejmë në fitore, dhe Ramazan na i kthejmë fitore, duhet që t'i ruajmë me tutje. Ta ruajmë familjen të ndëruar vëllezër besimtar, ta ruajmë familjen, ta ruajmë bërthamën e shoqërisë, ta ruajmë raportin ndërsjellë, të tejkalojmë mbi problemet, mbi mospajtimet, të gjejmë mënyrën e duhur të tejkalimit të telashave, nga se nëse shkatërrohet familja, nuk i mbetet kuptim asnjë gjë të kësaj dhunjaje. Çdo përpjekje për shkatrimin dhe çmontimin e familjes duhet të shihet si përpjekje e rrezikshme dhe duhet ta refuzojmë me tërë qenien tonë dhe ta luftojmë duke ruajtur familjen së pari e duke ruajtur atë të ruajmë edhe shoqërinë tonë në vazhdimsi. Të nderuar vëllezër, Ramazani na mësoi që edhe çush duhet njëri ta ruan vendin e tij dhe ta ndërton me tutje. Nga se në Ramazan e kuptuam me të vërtetë çka është fitoria. Si e kuptuam këtë? Kuptuam se fitoria nuk është të fitosh. Fitoria nuk është të arrish në cakun e kërkuar, por fitoria reale është të mbetesh fitimtar. Fitoria reale është të mbetesh në pozitën e fituesit. Ndërsa nëse fitoria është moment dhe çast i caktuar, pas të cilit prap bësh humbës, nuk është fitoria kuptim plotë. Andaj, këtë kuptim të fitores ta përkthejmë në jetën e përditshme, në ndërtimin e vendit tonë. Elhamdulillah, me ndihmën e Allahu xhalla xhelaluhu, pastaj me ndihmën e sakrificave të popullit tonë, të dëshmorëve tanë, të ushtarëve tanë, të përpjekjeve tona, dhe pastaj edhe me ndihmën e alatëve tanë, sot e gëzojmë lirinë dhe fitoren. Fituam mbi okupatorin, fituam mbi dhunën, fituam mbi pushtuesin. Mirë po, kjo fitore duhet të ruhet edhe me tutje, nga se fitues jemi nëse vazhdojmë të jemi triumfues dhe fitimtar mbi qëllimet e armikut, mbi qëllimet e pushtuesit, e nëse tashmë ne në vend ti zbatojmë agjendet e ti, fitoria pastaj e humb kuptimin e vetë. Prandaj të ndërvozër, Ramazan në mësoj për veten tonë, në mësoj për familjet tona, për shoqërinë tonë, për vendin tonë, për të tashmen, për të ardhmen tonë. Prandaj, ky muaj që na soi kaq shumë begati, nuk duhet të harrohet kaq lehtë. Mitësia me Ramazan duhet të jetë e vazhdueshme deri në Ramazan në ardhshëm. Kjo sofër e begat që na u ofrua, të mbetet në vazhdimsi ajo që na ushqen zemrat tona, mendjet tona, ajo që na udhëzon në vazhdimsi rrugtimin tonë drejt qëllimeve madhore që Zoti te barekuhu teala na krijoi dhe i kërkoi nga ne. Të nderuar vëllezër besimtar, Ramazani është me të vërtetë një mundësi e madhe, por jo e vetme. Brenda kësaj mundësie, njerëzit kanë përpjekje të ndryshme, dikush më shumë e dikush më pak. Megjithatë, në fund të kësaj gare, të gjithë ndijmë një keqardhje të caktuar, e cila nuk bën të shndrohet në mërzi, por është keqardhje e natyrshme, pse nuk bëm më tepër? Shkoj, pse nuk ishim më të zellshëm? Pse nuk u kujdesëm më shumë? Pse nuk pat më shumë adhurim e kështu me radhë? Kjo keqardhje të ndrozër mund të shndrohet në veprim pozitiv edhe pas Ramazanit. Pastaj ta dëshmosh për Allahut se keqardhja ka qenë e sinqertë dhe ka qenë e vërtetë. Ramazani ka shkuar, është e vërtetë, sot jemi në Bajram. Mirë po Zoti i Ramazanit ka mbet. Allahu xhallahu ala mbetet Zoti jon. Ai mbetet xhallahu xhelalu, ai nuk vdes. Ai është i gjallë në vazhdimsi. Besimi në Allahun ka mbet. Raport me Allahun ka mbet. Varësia ndaj Allahut xhallahu ka mbet. Prandaj me gjitha këtu ka mbet, dhe të mbetet edhe falëndrimi ndaj Allahut, dhe të mbetet edhe adhurimi ndaj Allahut, dhe të mbetet përkushtimi i vazhdueshëm ndaj Allahut xhallahu ala dhe ndjekja e vazhdueshme e udhëzimeve të tij për ta ruajtur veten, për ta ruajtur familjen, shoqërinë dhe për ta mbrojtur dhe ruajtur vendin ton sipas asaj që na ka mësuar Allahu dhe na ka udhëzuar Muhamedi alayhi salatu wasalam. Të nderuar vëllezër besimtar, lutem Allahun e madhuar që Zoti gjitha adhurimet na i ketë pranuar. Lëshimet, mangësitë eventuale, jemi njerëz ato ndodhin,
Zoti ti plotson me rahmetin e tij, me bujarin e tij, me mëshirën e tij, e ti shndron në shpëlime që i gëzojmë ditën e takimit me të. Allah na mëson që të vazhdojmë tutje me fitore, deri në takim me Allahun xhallahu kur fitoria kryesore është lajmi i madh se kemi shpëtuar, jemi falur dhe meritojmë xhenetin. Deri në atë ditë vazhdojmë tutje me plot zell, plot energji, plot ambicie dhe plot angazhim deri në fund, pa u ndal, nga se nuk kemi zgjidhje tjetër. Allah na mëson gjithmonë të fitojmë në çdo rrafsh dhe çdo humbje që na ndodh këtë dunjë, të marrim mësim prej saj e ta shndrojmë në fitore të ardhshme, duke mos u zhgënjur asnjëherë, duke mos u dorëzuar asnjëherë, duke mos u gjunjëzuar asnjëherë, por gjithmonë të dalim më të fortë e më të fortë, pas çdo betejë, më të organizuar, më bashkë, më solidar, më të fuqishëm drejt fitoreve deri në ditën e takimit me Allahun xhalla xhelalu. Allah na përmirësoj gjendjen tonë, na uzot në rrugën e drejtë, në fat mëkatet tona, edhe na përmirësoj gjendjen. Kërkoni falin nga Allahu, nga sa Allahu është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammut taslim ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Të nderuar vëllezër, ju një hutbë, madje as në ligjërat, madje as seminar, as orë të tëra shpjegimi nuk munden që ta shterin sofrën e begat të Ramazanit me mësime, udhëzime dhe këshilla që neve na duan. Mirë po, në këtë hutbë të shkurtër të Baramit, lëni që ta përfundoj edhe me një mesazh të rëndësishëm që marrëm në sofrën e Ramazanit e që mbetet kujtimi i rëndësishëm dhe një udhëzim i dur për të ruajtur fitoren e arritur në Ramazan. Të nderuar vëllezër besimtar, në Ramazan pat shumë angazhime, pat shumë adhurime dhe të gjitha këto kishin kuptim nga se kryeshin bashkë. Filluam agjerimin bashkë, unik, nga se kështu duhet filluar. Bënim iftar bashkë, njëjtën kohë, edhe pse të ndanë për shtëpia, në qytete, në vendbanime, në angazhime, në preokupime, mirë, po na bashkon të koha iftarit, të gjithë në sofrën e iftarit, në moment të njëjtë, merrnim gotin me ujë, apo çka do qoftë tjetër, dhe me të prishnim agjerimin. Kështu merrte kuptim bukuria e agjërimit. Zbrazëshin rrugët tona, të gjithë në shtëpi bashkë, dërsa në syfër gjithashtu bashkë. Ishim bashkë në teravi, ishim bashkë edhe në fund Ramazanit, duke shpërnda sadekatul fitrin, bashkë, ai që ka dhe ai që s'ka. Dikush jipte, dikush mirte, po më rëndësishte se ishim bashkë. Dhe Ramazani na mësoi se me besim triumfojmë mbi përçarjen, me adhurim te Allahu xhallahu ala, nga vlim mbi ndarjet dhe mbi gjitha krizat që na kaplojnë e që na largojnë me njëri tjetrin. Prandaj në emër të besimit mund të bashkohemi, në emër të Allahut mund t'ia dalim gjithmonë fitimtar së bashku, jo të ndarë, jo të përçarë. Mos pajtimet ekzistojnë, dallimet ekzistojnë, por duhet t'i menaxhojmë në frymën e duhur të besimit, që ato të shndrohen në fuqi të përbashkët mes nesh, që së bashku t'i përballojmë sfidat e krizat e që nuk janë të pakta në kohën tonë. Sot të nderuar vëllezër, rrezikohemi nga shumë anë, nga shumë kriza, nga shumë rreziqe, e që një nga ato mjafton që të jetë fatale për neve. E lëre më kur ato bëhen bashkë. Prandaj të orientuar ka Allahu, të mbështetur në Allahun, duke kërkuar ndihmën e Allahut, duke ndjekur udhëzimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke lidhur zemrat me një tjetrin, duke qenë bashkë si një grusht i fuqishëm, godasim çdo sprovë, çdo sfidë, çdo krizë dhe ja dalim me lenin Allah xhallahu ala përpara, sikurse kemi dalë gjithmonë në të kaluarën tonë, t'ja dalim edhe në të ardhmen tonë. Allahu na ndihmoft, Allahu na i lehtësoft punët tona. Allahu xhallahu xhelalu e shpërbleft çdo kontribut që ka dhënë dikush për të mirën tonë, për të tashmen tonë, për të ardhmen tonë. Çdo kontribut që është dhënë, Zoti e shumëfishoft me shpërblim në dunja dhe ahiret. Allahu na bëft bashkë zemrat tona, punët tona, angazhimet tona, të përbashkëta drejt kauzës së përbashkët në emër të asaj që na ka mësuar Allahu dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Allahu xhalla xhelalu na ndihmoft, na i lehtësoft punën në këtë dunja, na ruaj nga fatkeqësitë e ndryshme, veçanërisht ato që rrezikojnë besimin ton, ato që rrezikojnë vendin ton, të ardhmen ton,
dhe rënojnë e rrezikojnë të kaluarën tonë. Të nderuar vëllezër besimtar, më lejoni që nga ky vend, nga kjo fëltore, në këtë moment, të gjithë t'ju uroj Fitr Bajramin. Allahu ja u pranon këto adhurimet. Allahu na bashkon punë mira gjithmonë. Pritshëm edhe Ramazan tjerë, edhe më mirë se ky që ishte këtë vit. Edhe më të lirë, edhe më të organizuar, edhe më të bashkuar, madje edhe më të zhvilluar në çdo aspekt, e më të mbrojtur nga çdo kurth i armikut edhe i keqadarzve. Allah na mbron nga çdo përpjekje e armikut për të na dëmtuar edhe për të na rrezikuar sigurinë tonë, lirinë tonë, të ardhmen tonë. Allahu xhallahu ala i udhëzoft të rinjt tonë. Allahu xhallahu ala bëj që në shkollat tona të rritet mësimi, arsimimi, edhe në çdo aspekt tjetër, edukata dhe mësimi i dur që na bën derë në dunjë edhe në ahiret. Allah na përmirësoj gjendjen edhe në udhëzot në rrugën e drejtë. Të ndërozë nuk ka përfunduar ende, besoj që një sabër momentesh do të na ishte të gjithëve i mirëseardhur. Allahu xhallahu ala ju shpërblej për vëmendjen, për kontributet që keni dhënë gjatë Ramazanit, për xhamin tonë, për bashkinë islame dhe për çka do të qoftë tjetër. Ju jam mirënjohës dhe krenar me kontributin e juaj. Zoti ju shpërbleft, Allahu ju udhëzosh gjithmonë të mirat e dunjas edhe të ahiretit. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.